Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Kanë mbetur diku edhe 10 ditë nga dita e zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës hyn në këtë garë me leadership të njëjtë. Megjithatë, ka filluar ta ndryshoj paksa qasjen në komunikim me elektoratin dhe në komunikim me publikun. E njëri prej tyre që ka ndryshuar rëndësisht këtë komunikim është zoti Arben Gega, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës me numrin 68. Atë kemi në studio sot bashkë me Visarin dhe do të flasim për të ardhmen e PDK-s, si e sheh ai rezultatin, si e sheh qeverinë e ardhshme dhe për mundësitë që Partia Demokratike e Kosovës të konsolidohet edhe me tutje në mënyrë që të jetë, nëse jo favorite për të fituar zgjedhjet, të ketë një numër deputetësh solid për të mundësu krijimin e qeverisë. Zoti Gega, mirë se erdhe. Përshëndetje. Prej herës të fundit kur kemi fol, keni qenë shumë ma i butë, keni qenë shumë ma konkret në komunikim, në projekte, në ide që ke pasë. Tash, po ju ndjek, po ju përsjell në rrjetet sociale, në intervista, që jeni pak ma i gjallë, pak ma politikan se sa herën e kaluar. Në ato zgjedhje ju nuk u bët deputet. Megjithatë, keni arrit që të paktën 2000 vota të rritet PDK-ja në Soarek, në zonën prej nga Venio. 1300. Rreth 1300. Më thu, pse ky ndryshim i yti në këtë fushat? Përshëndetje Visar. Faleminderit, Bebi. Hera parë që kam kandidu herën e kalume, edhe kam pas program konkret për fushën cilën veproj, unë vi prej biznesit ndërtimtarisë më shumë. Kam qenë treg të punës pothuajse që 20 vjet si punëtor, si menaxher në kompani Benaf atëherë. Edhe kam prezantu idenë time, projektin për ligjet se çka mungojnë për Kosovë, me cilat ballafaqohemi çdo ditë. Mirë po, politika kështu ish, tu hi ma thellë në fusha dhe tu e kuptu edhe elektoratin se çka dojnë, edhe tu e pa që nuk ka pas në ndryshim shumë të madh edhe të partia që erë në pushtet realisht edhe me gjitha ato manovrimet e krijoj qeverin, prap nuk pam naj dëshirë, naj vullnet për me ndryshu diçka në këtë vend. Dhe me thënë prap edhe me 51%, prap tu anku, që shtojmë na tu kukat si qyqja, prap fajnë opozita. Ju jeni me përvojë më të madhe edhe përcjellni edhe zhvillimet në vende demokratike tjera, nuk di në vend që ka shumica parlamentare me akuzu opozitën pse po na çonin zgjedhje, e këtu shkem tu e pa na për një është për muhabit. Do me thënë me 57 deputet edhe me akuzu opozitën që s'po don zgjedhje, për mu nuk ka pas vullnet Albin Kurti me bo zgjidhje për president. Se ka qenë shumë e mundshme, Kosova ka shumë intelektual, që janë apolitik, edhe me dal me emna konkret, po edhe diskutimet që janë bo, do më thënë, u pa ranë nivel Tagim Batirit për me bo zgjidhjet presidentit, a bedet. Edhe nuk kom pa naj seriositet, përveç se kamuflim për me fajsu opozitën, edhe unë e shoh që nëse vazhdojnë qështu trendi, unë nuk e shoh Albin Kurtin që është interesuar me bo zgjidhje. Në gjitha vendet, edhe përvoja jonë, si prej mas luftës, çdo herë janë bo koalicione qeverise, e dim zgjedhjet e para 2001-s, 2004-s, 2007-s,
kur edhe Ramush Haradinaj me 8% është bo kryeministër, se ka qenë vullneti njerëzve normal për me pas zhvillim të vendit, zhvillim demokratik. Te Albin Kurti, te vetëvendosja, unë nuk e shoh kur këtë dëshirë për me pas stabilitet të institucioneve, po qëllimi tina është me shku gjithë status quo edhe gjithë me dal me pajsu dikan tjetër. Kjo konë edhe arsyeja pse unë pak edhe po troke edhe një lloj emocioni, se na jem qëtu edhe jem të punu çdo ditë, edhe bohesh me menu për çka. Po him edhe na pe marrim një rrogë diku edhe nuk po heshtim. Po heshtim, nuk po lodhemi më shumë. Po ku është sakrifica e shumë gjenerata, vullneti shumë njerëzve për me zhvillu këtë vend, me demokratizu këtë vend, për cilin na ka pas bota lakmi, çfarë procese demokratike kem kry, sa bashkëpunim me faktorë ndërkombëtar, edhe çfarë vullneti u konë me zhvillu vendin. Te këta njerëz na nuk po shohim. E keni akuzu zotin Kurti për gjuhë fyse, për qarse. E keni akuzu për mos punë. E keni akuzu për, si me thonë, lënje anash të kategorive të dala nga lufta. Praj, në disa vendime ndau buxhet, ndau para, qoftë për sektorin publik, pakën e 13, shtesat, për pensionist po ashtu, tash për sektorin privat, për gjithë ka ndau para, vetëm për një kategori jo, për veteranët e luftës. Unë menoja e ka fobi. Dhe çka thot kjo për juve? Albin Kurti ka fobi me njerëz luftës. Albin Kurti e ka hup hapin 99. Kur ka qenë kundra Rambujes, kur ka qenë me protesta kundra pavarësisë të Kosovës, edhe rën proceseve, edhe për mu nuk rën Albin Kurti shumë përveç që ka rajt për bashkim kombëtar. Këtë tjera ta i çdo herë i ka thonë, Kosova zbohet me ushtri, se ka njoft flamurin e Kosovës, se ka njoft himnin, s'ka njoft kur gjo institucionet Kosovës nuk i ka respektu. Edhe kem plot video kur ai nuk është ngrit asnjëherë. Bile çaqe pa të banalizu edhe përfaqësuesën e Kosovës nuk shkojshin me kqyr në futboll, se thoshin nuk na vyn dy kombëtare neve me çat rrenën e bashkimit kombëtar. Albin Kurti është u mundu me kriju një krizë, një diçka, si me thonë, me zhbo krejt shtetin e Kosovës e me fillu ai diçka prej zeros që mu majt men që ai është hero. E pa më dhe në Zvicër që çfarë akuze ndaj njerëzve të luftës. S'ka edhe çlirimtar, s'ka edhe kështu. Po na që ta njerëz brejem edhe kem dalë për një venit, nuk kem pas shtet na. Na jem çliru për njerëzve të vullnetit mirë, që i kanë rrok armë, edhe jem mirënjohës çdo herë atynve që janë radhit në krah shteteve të bashkuara të Amerikës. Qoftë edhe politika paqësore, qoftë edhe shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, që e banën bashkëpunimin me ndërkombëtar, edhe mrinim marrëveshja Rambujes me nënshkru, me sulmu NATO, mu shliru Kosova, me pavarësinë mbikëqyrur me krejt. Na në 2008 jemi shpallë shtet. Këta kur të folin, u shkatru Kosova 20 vjet. E kem gjetë ta Kosovën podrum mbushur me ujë. Kosova me ujë u kont 99. Ju jeni ndërmarrës. Ju punoni vetë. Keni lanë gjurmë në ndërtim në Suarek, në Prishtinë, në vende tjera sigurisht. E dini çka do të thonë ndërtimi. Si mas jush, çka është ky podrumi zotit Kurti i mbushur me ujë dhe tash që e kanë nxjerrë në katin e parë? Po zoti Kurti s'ka dalë pit 99-s. Si e ka gjetë ai Kosovën realisht? Po Kosova ju na kem jetu qëtu, edhe sa sakrifice njerëzve, çfarë vullneti, unë hala kam nostalgji për vitet 2006-2007, kur kom hi për herë të parë me punu në Benaf në fund 2005-s, kur është shpall pavarësia e Kosovës, kur e kem bë tortën 30 metra në sheshe, kom menaxhu vetat procesin e tortës, hala emocionona për atë pjesë, me çfarë vullneti kem punu. Sa vullnet, sa mirë, kur tu jip ke mundësia me apliku me qel biznis si një djalë i ri, edhe me u përkushtu këtij venit, kur i jep 5 rroga, 10 rroga, 20 rroga, se shkon në fshat, shkon në Suarek prej ka ekip punëtor, edhe të shohin njerëz si ma ndryshe që po kontribon për këtë vend. Edhe na e kam përmend edhe një mision tjetër, 2008 i ka qit kapak patriotizmit propagandistik të Kosovës e krejt. Ata njerëz që nisën e shpallën pavarësinë e Kosovës, edhe fillon autostrada, fillon rrugë, po na e dim që shukon Kosova të 99-ën, Kosova u kon nuj, jo në 2020-ën kur ka ardhur. Kosova u kon të lulëzu, na kem autostrada,
16 miliardë euro janë konë buxhet pothuajse prej mas luftës deri në 2019, 20 miliardë i kipi 2020-s, deri në 2006-ën, na nuk kemi pa një projekt qeverisjes vetëvendosjes me u gëzu, se na i gëzomi të mira këtij vendit. Po nuk po dim ku, që thonë ku më janë gjitë me thonë çeto. Është nis një autostradë për Gjilan, nuk di kush çka më thon. Është nis një rrugë që sa për Dugaxhin nuk mund përgjithësi kërku. Ky ta lë përshtypjen që është interesuar me çaq poshtë me qit këtë vend, edhe me u pa si një shpëtimtar, me kriju raste sociale, që çka do ky që bën, ai mi lumturu me 100 euro. Domethënë do të fillon popullit mi pëlqy zgjedhjet. Me pas 2 herë në vjet zgjedhje se pi marrin ka 100 euro. Nëse e merr me këqyr 500 milion euro, prej 2020-s janë shpërnda. Na nuk jem kundra me i shpërnda mi u dhonë pare njerëzve. Po 500 milion euro një investim kapital, ish marru një termocentral me 500 megawatt. Edhe kishëm pagu ma lirë energjin. Jo që jem të e pagu sot. Sot kret fokusi e energjisë është prej Serbisë, tregu prej Serbisë. Dhe më thonë janë pagu 1 miliard euro, furnizim me rrym prej Serbisë. A ju kujtohet kur folke bojlerat, filterat në parlament, kur krejt ata njerëz që e kanë menaxhu kekun, e kanë rikthy në funksion, edhe Kosova ka mrini me pas kapacitete të mira. Ky kek kundra kontratës. A ka qenë ligjora, a ka qenë rregullt me të koha me vlerësu. Mirë po unë menoj që ajo konë shumë e mirë që na do të kishim një stabilitet energjetik, të paktën mos jemi të varur prej Serbisë. Vazhdon që ajo gjendje e njëjtë, i teka dikujna shkon në remont Kosova A, shkon në remont Kosova A, B, edhe veç rritën furnizimet prej Serbisë. Unë nuk shoh vullnet të këta njerëz, edhe na rrim për ditë kolegë me zvetit, biznesit. Është gjendje shumë e rëndume. Edhe nëse vazhdojnë që ky trend, ti kime pa shumë biznese kanë më mbyll edhe kanë me shku në Evropë. Sa dhe një çështje para se me kalu. Ju e keni quajt sinonim të qeverisë Kurti, të qeverisës së zotit Kurti, të kësaj mazhorance, Agim Bahtirin edhe deputeten Adriana Matoshi. Sinonim pra, sipas teje, këta janë figurat që e pasqyrojnë realisht qeverinë Kurti. Çka keni dashur të thonë? Po e kam përmend me një emision tjetër, ishte pyetja pse kanë besu njerëz vetëvendosjes. Tash atë është visari këtu, unë e kam përmend me emra Dugaxhin Goranin, visari Merin, Dardan Sejdiun, që kanë herë, po na kem pas respekt, edhe pse më kanë kundërshtar politik me paraqitjet e tyre. E tash me ardh niveli Dimal Bashës, e Agim Bahtirit, e fitore Pacolli na kish pështu neve mos më shit Kosova. Domthon fitores që na s'ja kishum ditë, duhet me falenderu, ajo kish pështu Kosovën prej hashimit prej Kadris. Edhe Ramushit e njerëzve që kanë dhonë gjithë shka, se ata kur i kanë kap push, nuk on që e kanë ditë që i kanë me pështu, mbi 50 herë kanë kalu kufirin na për bore, na për terë me kretë zezat, e tash i ardhë rani fitore Pacollit me na pështu prej tynve. Zoti Kurti e krijon një përshtypje që kjo është mbi kretë institucionet e Kosovës. Mbi gjykatën kushtetuese, mbi institucionin e presidentit, mbi parlamentin. Domethënë e mush parlamentin edhe me qësi njerëz tillë, do të thotë që unë ju muj edhe me qëta se këta parlamenti nuk ka rëndësi, unë jam ai faktori. Ky do me mitizu vetin. Pra, qëllimisht zgjedh figurat e tilla për me zhvlerësu kuvendin edhe punën e deputetit, dhe ky me qenë, si me thonë ai, i dallueshëm, si për të gjithëve, me thonë, jo, Kurti është tjetër, mos u merrni jo me këta që nuk dim, po Kurti është tjetër. Po çajo ta lë për shtypjen. Tu i përmen emna që i përmena me herë ti edhe sot, këshyre dhe atë natë kur u diskutu, nuk ke ofër kush, askush nuk ke ofër tina, përveç Agim Bahtirit që u sillkena për koridor me lypë në nshkrime. Unë e besoj që zoti Bahtirit është i pavedishëm çka ka vepruar atë natë. Ai edhe kështu është i pavedishëm, po sidomos atë natë apo din. Këta nuk din çka u institucioni i shtetit, këta nuk e din çka u parlamenti, nuk e din çka është sakrifiku për këtë parlament, për këto institucione. Këta mendojnë që kanë orë veç që thojmë na bakshish, i kena gjetë na që ty edhe na bëjmë me këta shka dojmë. Zoti Kurti e len pikpamjen e autokratit. Edhe në qatë drejtim që është të shku, a e ka synim që ato, të autokracisë. Kosova më varë pini njerit. Jo, Kosova është vend demokratik, është pluralizëm politik. A peshini na për deklarata për thot, çfarë kërcënimi banal, nëse unë si marrë të edhe deputet, prap kemi me shku në zgjedhje. Kush je ti, Allah? A je profeta, çka është punë? Do ta ndalë ligjet e tillë po të ka?
Unë e besoj, jam i bindur në po në bas punës teren, unë jemi të punu shumë në teren, Jo edhe vetëm prej venit ka me vi, vot, por jo nëse me është e vot. nevojshme me çdo formë ndalu kapjen, Nuk guxon Kosova me rshit në autokraci. Na kemi edhe miq ndërkombëtar, edhe besojmë shumë edhe te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe na që kemi me qenë këtu, unë besoj shumë që ka me qenë edhe parlamentin e Kosovës, nuk lejohet ajsan. Kosova nuk guxon me rshit në autokraci. Na i hupim shumë miq ndërkombëtar. Kosova nuk ekziston pa miq ndërkombëtar. Këta e kanë kriju një perceptim edhe të trit që na që shtoj këti Malbasha, qa ka rëndësi shtëpia bardh. Kush jemi benamës me pasë rëndësi shtëpia bardh. Na nuk ekzistojmë pa shtëpinë e bardh. Shtëpia bardh ka rëndësi shumë edhe për Kinën, e lemo për ne. Po e pam tash kove të fundit se çka po bën. Po nashta për Dimalin ose ka rëndësi se bardh është kështu njëri. Që po thotë ja do njerëz s'kan s'është thonë me ditë. Po kështu, tash i kam dy komente dhe pyetje. Pari, për të më janë nisë me PDK, nuk mendoj që marrëveshja me Fatmir Limën në nismën është zhvillim jashtëzakonisht pozitiv që shoshon nga jashtë për Partinë Demokratike të Kosovës, jo vetëm në aspektin e domethënë potencialit dhe entuziazmit elektoral që është zhvilluar ajo, po edhe në përgjithësi domethënë fuqizimin e konceptit politik edhe që është e para. E dyta është që tash edhe PDK-ja me këtë marrëveshje mendoj në po edhe Fatmir Limën natyrisht nga ana e tij, po e dërgojnë sensin e urgjencës për këtë zgjedhje. Sepse mendoj që sensi i urgjencës nuk mundet mu transmetu vetëm përmes fjalëve, me thonë atë që këto zgjedhje për shembull janë vendimtare, aty kur të shohin veprimet s'bën kur gjë ndryshme. Thuaj vendimtare, ana po vazhdojmë njëjtë. Mos vazhdojmë njëjtë kur janë vendimtare. Kofshin mendon ndryshe. Mos kofshin vazhdon njëjtë. E tash, përbashkimi ose marrëveshja për me punu bashkë edhe në armën nashta edhe me trash bashkëpunimin e dërgon sensin e urgjencës për këtë zgjedhje. Tash e kemi të LDK-ja, domethënë me Vjosa Osman në kështu me radhë dhe të PDK-ja me Fatmir Limën. Që mendoj që janë zhvillime pozitive, që mund të pas edhe efekt elektoral pozitiv. Që në fakt zoti Lima e hoqi pak edhe idhnimin, si me thonë, vetëm për shkak të kësaj urgjencës pranoj me mbështet PDK pa qenë fare në listë. Në të dyja rastet, tash po flasim për PDK me që kemi zotin Gega këtu, mendoj që kjo është edhe një shembull se njerëz duhet me lexu edhe çështë. Ka njerëz që spajtohen anë. Ne Fatmir Lima ka dashur me qenë listë, kanë të ndim, letrën ja kemi lexuar, e dim qëndrimin e tij cili ka pas njerëz brenda PDK-s që kanë dashur të njëjtën, ka pas kundërshtar brenda PDK-s. Dhe ka pas njerëz të cilë kanë thonë që edhe nëse ndodh, do të më ndodh pak më ndryshe, jo kështu, jo hajde në listë. Që kjo palë fitoj, do të mendoj që kjo është zgjidhja më e mirë në moment. Tash, çka kanë bërë këta dy? Të dy palët kanë heqë dorë për qëndrimeve të tyre fillestare dhe kanë bërë një marrëveshje që e bart kompromisin brenda. Sepse na çka jenë do hjek në Kosovë që sa vjet, është që në politik fjala kompromisë bëhet fjalë e dytë. Bile Albin Kurti se sa kompromisë të pazare. A kompromisi politik është i domosdoshëm. Për një sistem demokratik që shënojmë na që përmendë zoti Gega, prej Amerikës e të vendet Bashkimit Evropian. Nëse dojmë më bëjë qasë i vendi, kompromisi është domosdoshëm. Ju vini nga sfera e biznesit, ose afarizmit. Po në afarizm s'ki qarë, ka njerë për shupe, apo jo? Ja, me punëtorët e tuti, kur po marrë veshët i hjek dorë t'i ka për vetës. Edhe pse është prona jo, t'i pronarve, po s'ka aty, që është thonë unë ja heq. Dhe më thonë, biznes privat t'i s'mosh mos silë qashtu. Do në zanë në familje tonë, s'u silë qashtu. E mos silë në shtetë qashtu. S'ka kuptim kjo. E dash, që drejtim, unë e mendoj që partit tjera po tregojnë që e shohin politikën ndryshe. Për mu, që kë këndvështrim me politikën është i duhuri. A fiton tash PDK-ja, LDK-ja, tjetri, a fiton Kurti prapë, nuk e di. Po më po them që e kemi në mënyrë të vështrimit politikës, që thot, duhet më mirë mbajt dhe kultivu marrëdhëniet me jashtë. Duhet me e kthy kompromisin dhe marrëveshjen politik, sepse na këtë më bëu bashkë apet nuk dalim për nevoja që i ka Kosova, apo jo zoti Gega, ju i teni më mirë se ju biznes e vrenit partë. Dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, është që duhet me kthy diskutimin ka projekte zhvillimore e jo ka të shamet, se të shamet nuk na japin buk me hongër. As njënit për neve. As ati që i bën, e as ati që i përjetën. E në që drejtim, unë menoj që, tash me zotin Gega kemi folë edhe herë në kalume, dhe tash, që kam ka pëlqy mu është të këtë që kom palë në kalume, është që ka këndvështrimin për mbi rolin e tij si deputet, e ka tashmë të konkretizuar. Pra e din që ka me njekët që ka synim me mu. Që është zhvillimi. Që zhvillimi, edhe cilat pika zhvillimit. Nga përvoja që e ka kë. Tash kë për energji e për çështje tjera nuk është. Ky e ka përvojën e vet dhe çat përvojat ndryshme të tilla profesionale mendojnë është domosdoshmë pas këve. Se do të jekon në lisana kam. Edhe s'po them këto, atë unë jam kon vet deputet.
Unë e shoh që kuvendi i Kosovës si cilësi ka shku të shku të poshtë. Se cilin proces zgjedhor na kemi makesi. Nuk di ma kje qa u konë ma poshtë. Edhe është për ne, është për të menduar, edhe ka pak edhe dhëmshme qysh në vitet e para mas luftës na kemi pas cilësi më të madhe në kuvend që ki sot 18 vjet mas pavarësisë. E shkëndesh më kohën e kundër. 14 doktorat shkencës si ka pas PDK-ja për shembull. E tash mos ti përmendim, do të përmendim zot i ke, ka do të thotë ata pak. Unë po, na jemi shoqëni e lirë se cili do të me pas mendim, jo se cili mendim do të me qenë televizor. Tash, e para, bashkëpunimi me nismën në rajonin prej nga ti vjen, do të ketë efekt nështë ma shumë se në do vene tjera. A keni pa që ka, do me thonë, potencial dhe pozitivitet në këtë drejtim, edhe e dyta është në përgjithësi PDK-ja që sheshe dalim nga kriza, se ju sloganit tash e keni stop krizës, dakord. Qysh dalim nga kriza? Po, visare, para, unë me një emision para 3 jave e kam përmend që është e mirë se ardhur kthimi i Fatmir Limës, unë vi prej rajonit Suarekës edhe dihet na jemi afër me Malishevën edhe lidhet parafisnore miqësore ke me Malishevë, me Prizren, edhe një Suarek nisma ka pas ndikim shumë të mirë. Po tash çka banën për mi ke mu admiru, ata e din pse nuk e kanë pranu Fatmir Limën në listë. Mirë, po ky bashkëpunimi që u bë dje, unë mendoj që ka me qenë i vazhdueshëm, edhe PDK-ja pritet mas procesit zgjedhor me shkruan zgjedhje të mbrëmshme, që Fatmir Lima më bë me komplet pjesën e nismës, pjesë e strukturave të PDK-s, edhe më u nështru procesit zgjedhor edhe me vazhdu tutje. Besoj që edhe zoti Lima edhe zoti Hamza kanë treguar një pjekuri jashtëzakonisht madhe politike, edhe e kanë pasur si të domosdoshme bashkëpunimin për gjendjen na që jemi. Do me thonë, prapë e përmenit del kryeministri thot nuk prap kemi zgjedhje, do mënë kërcënim, vazhdimisht, shantazh, nëse unë si marrë 80 deputet. Na nuk jemi të vetëdijshëm, ka jemi të shku, me qësi kërkese. Do mënë, në del dikush në të sqaron, pse ti duhesh mi pas 80 deputet? Do më thënë, atë ka beku Jezusja, ki arë pejgamber, pe Zotit direkta, pse ti duhesh mi pas? Do më thënë, kërkush nuk po vlejka sa ti. Ti duhesh mi pas qësi 80 deputet, mi një që ka të thojnë, edhe ti me vendos për fatin e vendit tonë. Edhe ka qenë situatë që ata e kanë pa të arsysh me zoti Hamza, zoti Limaj, për cilën i përgëzoj dytë që edhe zoti Limaj ka treguar një burrni jashtëzakonisht madhe me mbështetjen. Unë mendoj që edhe për mua personalisht, po edhe për Partinë Demokratike të Kosovës ka me qenë një mbështetje jashtëzakonisht e madhe, se nisma ka pas një strukturë shumë të mire, për cilën unë mendoj që ka qenë edhe pasive, që tash do të ketë një efekt jashtëzakonisht madh. Edhe Partia Demokratike të Kosovës, në krye me Bedri Hamzën, që e kanë edhe sloganin Stop Krizës, kemi dalë në teren shumë edhe kemi pa gjendjen çka është. Prej sektorit unë ka vi, sektori privat është në kolaps. Kriza që na jem, ka më na hup arsyen pse me funksionu këtu. Do me thënë, na paguim taksa për më na u kthy, në kuptimin e infrastrukturës, rrugore, të energjisë, komplet zhvillimit vendit. Na sot, përveç që s'kem përkraje, jemi prej njerëzve më të linçun. Do me thënë, vajza jame me pa tash unë si kandidati PDK-s, mi pa komentet që unë jam bashkëpunëtor me listën sërbe, ose i Radojčićit, ose i Vučićit. Unë jam lind, jam rrit me një familje që konsiderojnë patriotike, prej mbledhjeve të lëvizjeve viteve 90-ta vazhdimisht, edhe me gjithë këtë kontribut që 15 vjet jam biznes, të paktën kom pagu tatime, e kam dhënë rroga, kemi dhënë për çet vend, edhe tash me dal dikush piqyriu ta pi një katunit kneka na dhe më të akuzu se ti e hajm. Domthon kur çur nuk ka rëndësi na herë kur të thot niveli më i ulët. Po kur e thot kryeministri si institucion i lart, ajo merret e besueshme edhe të shumë njerëz merret e qëndrueshme. Se pe thot kryeministri edhe kryeministri po din. Po çka të bën me menute këta njerëz? Ose janë të pit kryeministri del, ose e ka gjet me lujt me njerëz, se ti po flasëm për periudhën 4 vjeçare me fuqit plot ekzekutive. Me të gjithë aparatin e shtetit, institucionet, edhe prap dele akuzon dikon që është hajnë, cila është puna jote në shtet. Dil, arrestoj, qoj në burg në të përgjigjen njerëz. Pse që kjo propagandë? Me dal, mas 4 vjetë, mas 6 vjetë e pam programin, fondi zhvillimor, Trepça, Sovrani, ai tjetri, ku janë që ato? Domthon prapë është u fol për dosane që nuk dim çu shi bojmë.
Domthon ai nuk din vet, edhe unë besoj që ai asmene nuk e ka me i bo ato. Po vetë si terma të mëdhaj. Domthon e ka gjetë te populli me folë që si terma të mëdhaj, edhe palesh ka po do me buk. E kam përmend sa propaganda është bo për Trepç. Sot Trepçën e kanë gjendje të mjerueshme. Domthon e pam javën e kaluar, sindikata minatorëve nuk kanë marrë minator trustin se kanë të paguam prej 2019-s. Asnjë pajisje punës. I ki policë, a ditë kur kam reagu për këtë gjandarmërin që po dojnë me bo, më kanë shkru njerëz shok gjeneratës që janë njësi speciale, pyetje Xhelal Sfeqlën, pse e keni mbyll WC-t në kampin Enver Zymberi, se po frikohen pja fotografojnë dikush e pi bojnë video, se gjendja është e tmerrueshme. I ki 22 milion euro me tender një burimor të investu në Verit Mitrovicës. Edhe për kampin Enver Zymberi, kërkush nuk di ku kanë shku ato investime. I ki plot organizata që kenë sërbë lokal, që janë financuoje çët ndryshme, nuk din kërkush me dhënë raport për çka. Po edhe te këto Kjo është shumë interesant kjo, gjithë ato para për organizatat e sërbëve që nuk jam kundër, organizata jo qeverisare, po ndërkohë prej që jam pushtet asnjë cent, asnjë ndihmë për organizatat e veteranëve të luftës, se dhe ata jënojë që. Do të thonë se ndërprejeva më falë. Asnjëherë, veteranët e luftës, invalidët e luftës përballen me mungesë të protezave, me mungesë të kushteve, nuk kanë marrë asnjëherë për kraje, domthonjë që 6 vjet. Po që the edhe ti, na nuk jem kundër edhe organizatave që i kanë financuar sërbë, pa ban me ditë me kallëzu dikush për çka. Nëse ju gazetar ju intereson, mundi me kqyr konsulatën zvicrane, sa shpenzime ka të biletave Ministria jashtme, edhe sa darka ka të pagunë në Zvicër. Domthonjë me qindra mijëra euro që këta paguajnë darka e hotele në për diaspor, që është keq përdorim. Qeveria në detyrë, kryeministri në detyrë, ministri në detyrë shkon e mnon zavenc ministër. Domthonjë ki një 5 zavenc ministra të mnon më si ka kalu qeveria në detyrë. Zavenc ministri në detyrë e ka shoferin, e ka kerrin personal edhe i ka shpenzimet e hekne. Njëni një ditë një zavenc ministër kë zhvillu vizit mbrana ministrisë dhe kanë shu komunikat. Po, Ajo ke fantastik. Vizit zyrtare. vizit zyrtare zavenc ministri, u njoftu me stafin edhe me zyrët ministri. Komunikat ke ajo ke. Edhe një tjetër ke ma herët, ministri e priti në takim zavenc ministri. Ka prit, pra. Po, do më thënë, nuk ka... Kur s'ki që ka bën luje derën, të. Ta s'din që ka me kalzu tjetër sanë, s'din që ka me thonë. Për me unë që ditë na shta neve në sektor privat na ka majt një dinamik shumë e madhe. Që është mëngjes, i ki programin e mëngjesit, i ki takimet, i ki planifikimet, ki me shku në Suarek, taj objekt, ki me shku në Prishtinë, i ki jetën dinamike edhe din mramje që ka me kalzu. Ka një ki taku edhe që ka ki punu. Këta nuk din, këta takohen me zveti. Këta takohen me zveti edhe shajnë. Edhe sa ma shumë cili po del ma propagandistik, cili po del ma ofendus ndaj kategorive të ndryshme. Ajo që ka pam me familjen Haradinaj, kur e shajtën edhe Rifat Jasharin, domthonjë ajo kjetë me ruse. Edhe rasti i Skenderajt, domthonjë me kriju gjithçysh një kauz 3, me sulmu njerëz me ndikim për me u fuqizu me marr votë. Çka janë të bëjnë njerëz thonë? Prap PCK, ki shtetin, ki aparatin shtetëror, shko arrestoje, merren pyetje, nëse është e dim edhe na që është. Zotë Geka, njëra prej premtimet e Zotit Kurti ishte edhe ndërtimi i 6 stadiume, më duket, për 4 vjet e ardhshme. Ndërkohë që 6 vjet nuk e ka ndërtuar asnjë. Mes tyre është stadiumi Suarekës. Ne investim diku 11 milion euro. Ju e keni përmenë edhe keni nxjerrë me dokumente se ka nisë ndërtimi ati stadiumi pa leje. Pra pa leje para prake nga komuna e Suarekës. Dhe tash është ndalu si proces. Pra nuk ka ma vazhdim të ndërtimit. Këta nuk din as me përfill procedura. E kanë shpallë të nderi në çdo kontrata është nënshkruar diku 11 milion euro. Është stadiumi me standardet FIFA-s, UEFA-s, stadium ndim si Ballkanit, tash këtë rast i qytetit Suarekës, edhe është afër fshatit tem, ku jam lindë e jam rrit aty. Kam shku i kam bë fotografitë e videot, kanë filluar me gërmu dhe, kanë hek dhe 1-2 muaj kanë punu, po që 6 muaj s'është të punu kërkush aty. Edhe nuk del kërkush me tregu çka është të ndodhë me atë proces.
Pra kanë është gropu edhe ma nuk Po, ka. kanë punu, 2 muaj kanë hek dhe. A mo tashmo që 6 muaj nuk është të punu kërkush. Unë nuk di që do mi ndërtu, sa jo ka pas 365 dit, 3 vjet, 36 muaj mu krya i stadiumi, ka kalu 1 vjet e diçka, që nuk është punu kur gjo. Do me thonë që është qatë gjendje të mirushme, tash e kanë byllë edhe derën për vizitor, unë e kam hi prej arave poshtë edhe i kam bo videot, e njëjta është me rrugën e Dëllocit, është kontratë në 2024 në nënshkruar në 4 milion euro, edhe jonë, do më thënë, 1 muaj nashta është punu, 2 javë, edhe mos është u punu kur gjo. Këta që ka luftën edhe me komunat të cilat nuk janë me vetë vendosi. Unë nuk e di pse ma shumë nuk reagojnë kryetarët e komunave, pa më para disa dite zotin Totaj të Prizrenit, ku tha 17 milion euro i ka marrë për mbarusi. Besoni visarve bi, komunat janë para kolapsit. Me akte përmbarimore, komunat janë para kolapsit, e kem rastin të rruga Gradan, si ti thojnë mbi Mushtisht, është loti 2, është nënshkru kontrata në memorandum me Ministrinë e Infrastrukturës, edhe nuk është fillu me punu kur gjo, se ti e obligun me alëshu pare. Ministria nuk ja ka alëshu pare. Këta kanë probleme edhe me zveti. Dhe më në tash Dimal Basha është të i këshyrë, kone ka favorizu i se ndërmishi. Mëse ka favorizu, në i kanë edhe mësë mi qitë pare që aty në komuna. Ka dyshime, do me thonë, për favorizime, për lidhjet shkurtë. Do me thonë, komunat që si ka vetë vendosja, pse ju ki dhonë memorandum për mi financu projektet që janë jetike për neve. Pra, si mas të zoti Basha ka ardhë këtu me mision që në komunat që nuk qeverisën prej vetë vendosis, me ndërhyje me ndalë. Me ndërhyje pa tjetër. A i ka tentu me ndërhyje edhe gjatë sa s'ka qenë ministër. Veçanërisht për Ferizaj. Për Ferizaj dhe për Suarik. Pse më financu projekte. Që edhe vetë është prej Ferizajt, ka po pengesa edhe në drejtim. Po pse bojnë një gjatë e tilë, zoti Gjega? A nuk dojnë, a kanë qëllim me bo keq? Për mu këta e kanë qëllimin, po se bona unë s'bën me bo kërkush. Po këta mirë dhe e kanë pushtetin, pëse s'pe Po tash, për shembull në këtë rast, Ferizaj, Suarek nuk e kanë pushtetin lokal. Mërë ki pushtetin qendror. Apo si knaq, këta duhet me pas krejt. Bebi, visar, këta janë kundra krejt seneve. Këta o me bo krejt vetën, o nuk pajtohen dikush tjetër me bo diçka. Këta menojnë që tu i godit tash komunat, mu në nështru njerëz të asaj pjese, edhe në zgjedhje lokale me votu këta. Këta kanë ndërhyjë edhe në thesar, të zyrtarët e thesarit, pagesat përmbarimore, që janë për komunat vetë vendosjes mës mi ekzekutu. Qysh është Pudijeva shtimja? Me sharu, rastet e padive të mësimdhënësve, të cilat janë po merren paret me përmbarus, pra ju po na tregoni që vetëvendosja nuk po e lëm përmbarimin në komunat e vetëvendosjes që mos me met pa buxhet. Ka ndërhyjë të thesarit, të zyrtarët të thesarit, pagesat që qeverisën, domethënë të komunat ku qeveriset vetëvendosja mos mi ekzekutu qoftë edhe për projektet caktume. Se nëse komuna Suarekës ka memorandum me Ministrinë e Infrastrukturës, ai zotnia që ka nënshkruar kontratën ai se pret gjatë. Ai e çon përmbarim se duhet 30% mja qitë pagesës, ai ka planifiku. Ka investu diçka qoftë edhe nëse ka fillu një javë me punu, ai ka investu diçka edhe duhet me marrë pagesën. Domethënë këta kanë ndërhyjë edhe në qatë sen, vetë e Kuran Murati. Si dini këta? Kam informacione që atë zyrtarin edhe kanë quajtur edhe në komision disciplinor, që e ka gabu një ekzekutim të një pagesës të komunës Podujevës, që e ka ekzekutu të përmbarimit. Muni me hulumtu, me marrë si rast. Po që unë pajtona që sulmi ndaj komunave, i ka në fakt disa qëllime. Qëllimi i parë është po, që edhe me thonë që mi u bo kryetar të komunave të cilët nuk janë të vetëvendosjes, më du keq në sytë e qytetarëve që me i hupë zjedhe që pastaj me marrë në kontrol vetëvendosje edhe komunë. E dyta është pastaj që me tregu këtë rrëfimin që ja përshet që këto parti tjera nuk din me qeveris, veç më ndji me qeveris. E treta që për mu është gati se ma e dëmshmja është që hajde që në fund edhe ti po dëmë i fitu komunat. Po nëse ti sillesh me komunat, me projektet e komunave, qysh e sill me projektet nivel qendror, që po dhe bius të ki nivel pushtet e ki vështirë më të madh Kosovë. Atëherë çka ki ndërmend me bo me Kosovën për gjithësi. Atë nëse ti dën me marr komunën që me i nal projektet, me i stopu, qysh i ke stopu se cilin projekt mund shumë këtu.
ku ka me shku Kosova. Në më thonë, cilë është rezultati përfundimtar. Se këtu, unë e kom pa shpesh zëti kjega, dhe më thonë, dhe mendoj që kjo është dëm i madh që e shohim që po ndodh në ta qysh të kulturën politike tonë. Ka për shembull një gatishmëri për me arsyetu plot veprime të Kurtit dhe qeverisë së tij në siglën e së shkallësisë politike. Për shembull është legjitime, është shkallësi, kjo e bën ata, ky pimun ata. Hajde në rregull që të ka shkallësi politike. Por që kjo shkallësi politike i shkon jashtëzakonisht e dobishme nëse ti ke një plan afatgjat vizionar ku po do më shku Kosova. Me politikat e tua, Kosova mas 10 vjet e bëhet kështu. Dakord, graj. Po nëse se ke që plan, kjo shkallësia bëhet pastaj jo vetëm pengesë, po shpesh herë edhe merr dimensione kundërligjshmërisë. Se nuk është shkallësi me shku aty me kërcënu ata të thesarit, me thonë që to zbataj, që to mos zbataj. Ajo kur është me ligj. Po ajo është tregimi po pushtetit. Po është me ligj. Ti s'ke drejt mirë përzi thesarit. Apo jo, si ministri ti s'ke ingerencë mbi thesarin, se përndryshe. Tash Partia Demokratike e Kosovës me përvojën qeverisë që ka pas në nivel qendror, me përvojën që ka nëpër komuna kështu me radhë, e ajo përvojë nuk ka qenë krejt e mirë, ka pas edhe momente të dëmshme të këqija, unë mendoj që do duhet të ishte një parti e cila i ka nxjerrë mësimet, në kuptimin pra çka është mirë më bë, çka do më bë. Dhe mi nxjerr mësimet edhe nga ato që po e shihni sot. Në këtë drejtim, nëse keni mundësi më na tregu kështu, sipas jush dhe sipas partisë që e përfaqësoni. Do me thonë, a ka Kosova vërtet potencial? Dhe këtu po të pyes edhe si përfaqësues politik, po edhe me përvojën e afaristit. A ka vërtet Kosova potencial me bo hapa të shpejt përpara në zhvillimin ekonomik, sepse na nuk duhet me haru pashtu që kemi me të këgja mrapa qëto vite. 6 vite nuk janë pak me stagnu një vend, kur tjertë ecin përpara shumë shpejt. Na kemi zhvillime dramatike, do të thosha, në rajon në raport me zhvillimin ekonomik. Për shembull, shtetin që disa e quajnë e disa e quajnë vendin kështu tonin pa ashtu, Shqipëria, që ka ecë, domethënë, se kena pak veç kur është zhvillu. Në çdo drejtim, Kosova nuk mundet me ecë me një zhvillim edhe rritje normale. Duhet me bëha hapa shumë më shpejt që me mujt me mri. A mujna me bëha zoti Kega me qëtë realitet që e kemi këtu sot. Zoti Ymeri, unë besoj shumë, me vullnet të mirë, me energji të mirë, Kosova shumë shpejt zhvillohet. Nea, që to 6 vjet kanë më na kushtu shumë. Na duhet 10 vjet për me marrë vetin, për pasojat e qëtyne 6 vjetë. Këta me menu për marrë, sa menojnë për prap, na i shumë zvicër. Sot i ki mbi 200 milion euro pagesat të blokume në thesar që nuk ju kanë ekzekutu bizneseve që kanë kry punë vitet në kalun. Pagesa 2024, 2025 që kanë ekzekutu punë, kompanit ndryshme nuk janë të ekzekutun. Unë takoj njerëz që janë detyru me shit makineri, me largu numër të punëtorëve, me fillu mi kry obligimet që ka kanë hi. Ju e dini për me maru një stadium ose një rrugë, për shembull konkretisht e stadiumi Mitrovicës që është bloku, ti ki pagesa mbi milionçin që e kalon, që nuk ju kanë bëu zotni sa i ka porosit qoftë barin, qoftë karrikat. Na po bim keq, domethënë kompanit kanë merro keq edhe karshi bashkëpunëtorëve evropian, sa atë ai nuk mund me marrë me mend që shteti s'po ta lëshon pagesën për një punë të kryne. Ti kur e bën porosin duhesh mi pagu 30%. Momentin që duhet me ta prunu liferimin me e bo, ti ke me kry pagesën tjetër. Edhe ti s'ki me bo çat pagesë, çish mi thon atina se ka kry shteti. S'ma ka kry shteti pagesë. Kredibiliteti i biznesit në përgjithësi po bën edhe si vend, edhe si biznesit. Po. Se ato evropian, Gjermanin, Zvicranin, atje nuk mundesh me shtimo me punu me Kosovën. No, që 6 vjet nuk... ju e dini veçat që ta, zotë Zamës, ju e dini ma mirë se unë, po bodi një herë të në gjithë që ajo. Pa dim sa problem është me rikthyem. E dyshimit problemi. Pa dim sa problema me rikthyem. Fort problem se na nuk jemi vendi vetëm botë, ki 100.000 vende. Kosova shumë tregu i vogël, ai do me hub kohë me ty një herë e ke mashtru, do me hub kohë me ty më marr edhe një herë. No, për çato po them, 10 vjet ka më na kushtu me rikthy reputacionin edhe në treg bashkimit evropian edhe më larg. Po këta nuk kanë vullnet, këta nuk dojnë. Unë e ditë Partia Demokratike me kryeministër Bedri Hamzën, me njerëz që i ka zot. Kosova ka me përjetu një zhvillim jashtëzakonisht të madh, edhe qërë që 6 vjet na nuk dim një investitor i huj që ka ardhur me bë diçka. Na kem shok që kanë prunu dikan, që as i ka marrë për bazë kryeministri. Këta nuk e din çka është një investitor i huj me ardhur me investu 1 miliard, 2 miliard. E keni pa Kroacinë kohëve të fundit ka përfituar investim 50 miliard euro për park teknologjik.
Dhe më thonë, sa një 15 herë gati buxheti jonë, Kroacia e ka marrë prej një kompanie me investu. Unë kam qenë vitin e kaluar, kam vizitu biznese, kam pa çfarë procedura lehtësuese kanë për investitorë të jashtëm, edhe çfarë zhvillimi jo të përjetu. Kroacia njëjtë Shqipëria që sot ki shumë investitorë të jashtit të qoftë turizëm, qoftë park energjetik. More çka është më e rëndësishme në Shqipëri, kosovarët janë investitorët kryesorë në Shqipëri. Pra njerëzit edhe bizneset tona kanë heqë dorë nga investimi në Kosovë, po kanë gjetë treg jashtë, kanë gjetë në Shqipëri, në Macedoni, në... Bankat nuk e përkrahin ndërtimin në Kosovë prej 2020-s, është një udhëzim administrativ i BÇK-s për ndërtim. Ki njerëz që kanë marrë parë në Kosovë kanë ble patundshmëri në Shqipëri, se procedurat më lehtësuese edhe garancioni më i madh. Domthon siguria më e madhe. Në Shqipëri, domthon merr njëri kredi në Kosovë dhe shkon blen patundshmëri, investon në Shqipëri. Te na janë kamatat e nalta, pasiguria. Shumicën e blerësve, po flasë edhe për Suarek, po edhe në Prishtinë, i kem edhe diasporës. Qëre, që 2 vjetë nuk kemi institucion parlamentit. Qysh me besuaj me investu këtu në Kosovë, me shtini 100.000, 200.000 euro, edhe me thonë, qysh me garantu, në qysh me binda ato që ka më bo mirë. Kur i kena mbi 300.000 tri të largum. Na kemi më shku në kolaps me që trend. Kove të fundit kryesisht po ikin truri, po ikin njerëz të shkollun, doktor, inxhiniera, teknologa. Pasiguria e këtuhit, pi detyron ata me shku. Të na nëse vazhdon që ky trend, që ka qenë edhe një raport i Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, Kosova deri në 2035 ka me 850.000 banor. Që unë besoj kjo veç zotit Kurti i shkon për shtati. Se i menaxhon qëta me qëto 100 euro, 200 euro, po çka është ma inati ka një herë edhe dëshprimi, Ministri Financa, Kryeministri mburret me të hyrat e administratës tatimore edhe doganës. E kush pi krijon çato? Mos janë paret haramit edhe ato të oligarkëve atëre, mos i shfrytëzo. Domthon ti me mujt i qet mal bizneset me procedura, me shantazhe, ti e kon vizitu një biznes pi mblidh ke mbeturinat, paketat, najlonat, marketeve të mëdha, pi përpunoj ke pi ricikloj ke për Turqi. 5 muaj tha kam prit një nënshkrim të sekretarit për me marrë lejet e eksportit. Bërlogot që ai duhet me shku shteti veç atu ka mush menja me boqët se janë me mbledh bërlog edhe me eksportu në Turqi. Ai tash shini edhe ato të deklaru, dhe me thënë e kish apliku për një grant, e kom kalu tha fazën e parë, fazën e dytë, tham kanë thirrë nëse kalon në vetëvendosje e fiton grantin. Dhe mund që edhe sa fellë shohen. Ish kreti për punoj ke me 5 punëtor, 6, edhe grune kish angazhu, mi mbledh këto ambalazhat, gajbët që i thojmë na paketimet e marketeve, mi përpunu, mi shqit, një biznis familjar, tha prej 2005-ës, kur ma keq nuk jem konë, se ai kontratën për eksportin në shkrum fillim vitit. Turqia mo që ja merr atina nuk i intereson se tu ka shtrejtu rrymë aty në Kosovë sepse u shtrejtu nafti. Dhe unë tha jam i të merrun, ju kish dyfishu, ju kish trafishu rryma prej 2024-s me i qitë ke letrat aty se qysh ka pagu, edhe ai nuk ka asnjë përkraje. Cila është arsye e një njerit me sakrifiku se shumë zorë është me menaxhu biznes. Ti nuk e din apo të rëzohet një punëtor, ti nuk e din apo të bën dikush ndeshi. Përgjithësinë e ki komplet. Edhe për perceptimin e zotit Kurti edhe qeverisë vetëvendosje, na jemi oligark, na jemi mashtrues, sa jemi të shfrytzu punëtor. Zoti Geja, se jemi fare në fund. Si do të jetë rezultati i PDK-s në këto zgjedhje dhe juj po ashtu, se ne 110 kandidat në listën e PDK-s dhe natyrisht 110 nuk bën aty. E dim që nuk bën. Unë e shoh një rezultat të mirë te Partia Demokratike. Jam i bindur që Betri Hamza mas datës 7 qershor do të jetë kryeministër i Kosovës dhe jam shumë i bindur që edhe unë do të jem deputet në Parlamentin e Kosovës. Me punën që jemi tu e bën në terren, me angazhimin që e kem, besoj jashtëzakonisht shumë. Uroj sukses shumë. Faleminderit shumë. Sa faleminderit shumë. Faleminderit. Mirëpafshim.